Për vite me radhë hekurudha që ndonë qytetin ka qenë pengesë për lëvizje, zhvillim dhe barazi. Tani është koha ta kapërcim këtë ndarje. Plani ynë për ndërtimin e tri në kalimeve moderne është një hap i madh përpara, për një ripjan të bashkuar, funksional dhe të sigurt për të gjithë. Në kalimi i parë, për automjetet dhe këmbësor do të ndërtohet në rrugën Bajram Gashi, duke lidhur qendrën me unën lindore dhe duke krijuar një arterje të re urbane. Këtu do të ndërtohet në kalimi i dytë për këmbësor dhe ciklist. Do të ndërtohet pranë stacionit të trenit, aty ku ndarja është më e dukshme. Ai do të ribashkojë sheshin me pjesën përtej hekurudhës. I treti, për automjetet dhe këmbësor do të lidh qytetin me lagjen e Akllapit, përmes rrugëve Ganimet Tërbeshi dhe Sadik Shala, duke hapur mundësi të reja për qasje dhe zhvillim. Ky është vizioni ynë, një qytet pa ndarje, një lipjan që ecën përpara i bashkuar.